Mbretëria e Bashkuar nuk do të ketë asnjë mundësi të ribashkohet me Bashkimin Evropian sipas kushteve të veçanta që gëzonte në të kaluarën. Paralajmërimi i prerë vjen nga veteranët e negociatave të Brexit dhe ish zyrtar të lartë të bllokut, të cilët bëjnë të qartë se epoka e jashtëzakonshmërisë britanike dhe e privilegjeve të qepura sipas porosisë ka përfunduar një herë mirë. Ky reagim i Brukselit vjen në një moment kur politikanë të lartë të Partisë Laburiste në Londër kanë rindezur debatin e fjetur mbi Evropën, duke shprehur hapur aspiratën e tyre që Britania të rikthehet në familjen evropiane në një të ardhme afatgjatë. Megjithatë, ish këshilltarët e Task Force-së së BE-s për Brexit theksojnë se ndonse një kërkesë e re për antarësim do të pritej ngrohtësisht, qëndrimi i shteteve anëtare do të jetë absolutisht i vendosur. Çmimi i rihyrjes është antarësimi me kushte tërësisht normale. Gjatë 47 viteve të saj në BE, Britania gëzonte një status të paprecedent, duke siguruar përjashtime nga politikat thelbësore, si monedha e përbashkët euro, zona pa pasaporta Schengen, si dhe një zbritje të majme në pagesat e buxhetit të bllokut. Zyrtarët evropianë sqarojnë se nëse bisedimet hapen, negociatat do të nisin nga kushtet standarde që vlejnë për çdo kandidat tjetër, pa asnjë mundësi për një antarësim à la carte. Nga ana tjetër, brenda kampit laburist britanik poshtohen zërat që kërkojnë korrigjimin e asaj që e quajnë katastrofe Brexit, ndonse pranohet se asnjë hap nuk mund të hidhet pa marrë më parë lejen e votuesve përmes një referendumi të ri apo zgjedhjeve të përgjithshme. Pavarësisht gatishmërisë së BE-s për të korrur një fitore të madhe politike në kohë trazira globale, mesazhi për elitat në Londër mbetet i prerë. Britania duhet të pranojë dorëzimin e disa aspekteve të sovranitetit në këmbim të përfitimeve të përbashkëta, pa pritur trajtim preferencial.